Këtu është horoskopi i diel 15 qershor 2025 për ju. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Dita ju ndihmon. Mundohuni të jeni më të përgjegjshëm dhe më optimist, të kapërceni largësinë në dashuri. Demi. Marrja me kokfortësi e diçkaje sot mund të jetë kundërproduktive. Shpesh përfundon në gabim sepse vepron shumë shpejt. Binjaket. Këto ditë mund të zemëroheni në familje ose të thoni mjaft nëse një situatë dashurie nuk është ajo që mendoni se është. Për disa situata është më mirë të vendosni fytyrën më të mirë në një situatë të keqe. Gaforja. Në orët e ardhshme mund të mbërrijnë disa lajme të mira. Inovacionet janë të favorizuara, madje edhe trupi po rekuperohet. Luani. Do t'ju luteni pak. Në dashuri nuk ndiheni sikur keni shumë stimulim, diçka nuk po funksionon ose keni lloje të tjera shqetësimesh këto ditë. Virgjeresha. Sot do të jetë mirë të flasish vetëm nëse është e domosdoshme, sepse një provokim i vogël do të jetë i mjaftueshëm për t'ju marrë lart. Kujdes nga ujori. Peshorja. Një diskutim i vogël me dikë që dukej se ishte miku juaj. Në dashuri diçka nuk është e qartë, ju duhet të kompensoni kohën e humbur. Akrepi. Mos u shqetësoni për të fshehur diçka, mund të dëshironi gjithashtu një person që ju tërheq shumë, edhe pse tashmë jeni çift. Sot jeni intolerant. Shigjetari. Kujdes në marrëdhëniet që kanë përjetuar probleme të mëdha në të kaluarën, sot jeni pak intolerant, jeni gati të vini në dyshim gjithçka. Bricjapi. Ke shumë për të bërë, por edhe për të rikuperuar, duhet të përfshihesh. Ju jeni e ëmbël me partnerin tuaj, dëgjoni mesazhet e atyre që ju rrethojnë. Ujori. Unë ju ftoj të zbuloni miqësitë, është shumë e rëndësishme për ju të besoni te njerëzit e sinqertë. Ditë e mirë për takime, nëse i dëshironi. Peshqit. Kjo ditë është shumë interesante dhe rezervon disa surpriza në shtëpi. Takime të reja për të mos u nënvlerësuar, emocione në shërim të madh. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.